Unë besoj që nëse ti je në këtë zonën që nuk je shumë rahat, mendoj se ti po ndjen që mund të bëje më shumë se ç'po bën. Mund të kesh më shumë se ç'ke, mund të jesh më shumë se ç'je. Pra ti ke pasur një dëshirë, por nuk e ke bërë. Ke pas një ide dhe nuk e ke zbatuar. Ke pasur, do të thoje diçka që ajo mbledhja, po ke thënë jo, që më duhet mua, po lej nom këtu. E kupton? E tronditë më e madhe që kam marrë këto trajnime që unë bëj, kam shumë vite që trajnohem, po do ju them më vonë si qysh tek, është që e kisha komplet gabim idenë për këto njerëz të suksesshëm. Më dukeshin këto njerëz të suksesshëm, e di më dukeshin? Vin këta thoshën patjetër, vin nga familje të pasura, vin nga universitete të mëdha, mendoja që këta janë inteligjent, janë IQ atyre ishte më i lartë se imja, mendoja që këta nga personalitet më të mirë, mendoja që këta janë më të bukur. Dhe më shikoja vetëm pasqyrë, thosha, po shi si je mo? Po shi mund të bësh ti sukses, shi si je ti? Derisa në një nga këto trajnimet më prezantu një studim në Harvard. Dhe studimi thoshte që asgjë nga këto nuk është e vërtetë. Asgjë nga këto nuk është e vërtetë. Ti mund të vish nga familje shumë pasura dhe mund të lesh lekët, por mund të vish dhe nga familje shumë varfra edhe të bëhesh bilioner, siç janë pothuajse gjithë shqiptarët që janë tani në miliona e miliona. Pra, ajo që kuptuam ishte që ka vetëm një gjë ndryshim që mund të bëjë ndryshim në këtë idenë e njerëzve të suksesshëm. E vetmja gjë që ka lidhje me suksesin është gjendja në të cilën ti je. Në mënyrë si mendon për sa këtë gjendjen në të cilën ti je.